Presidenti Trump ka folur për Golden Age, Novus Orda Seclorum. Ka qenë fraza latine, e cila është në vullën e shtetit Amerikan në 1777, është një frazë latine mbas Augustit Madh për të sjellë një epokë të artë në pranorinë romake. Pra Trump këtë radhë kërkon që të lërë gjurmë në histori. Kërkon Golden Age. Dhe Trump, kur thot diçka, e thot me 10 dhe me 100 herë, se është mjeshtër i fjalës dhe di se si ti adresohet emocioneve të pasuesve të tij. A ka një paralele me dikën tjetër statura e presidentit Trump, i cili kërkon të hyjë në histori, i cili kërkon të jetë si Reagan, Lincoln, por edhe si Washingtoni. Ka një paralele mes asaj që thot ai, premtimet për Golden Age, me kamelotin e Kennedyt, presidentit demokrat, me cilin ka shumë përbashkëta. Në fakt, Kennedy, kameloti, sodi ulet mëdha taksave dhe arriti të kishte një mbështetje të madhe popullore. Këtë synon dhe Donald Trump. Natyrisht që në fjalën e tij të fundit, gjatë inaugurimit, ishte shumë brutal ndaj presidentit në hikje Biden. Fjalimi i tij u shkruar 10 herë. Dhe siç e tha dhe vet, më ndaloi J.D. Vance dhe Melania që të isha më i ashpër. Presidenti Biden mund të ishte quar nga ceremonia dhe tikte do të ishte diçka që s'kishte ndodhur kurrë. Natyrisht që i meriton të gjitha ato që tha zoti Trump. Por duhet respektuar zyra e presidencës. I patë se si ishin të gjithë gjatë kohës që fliste Trump, Kamala Harris ishte si një kur, nuk regonte fare, Biden si gjithmonë out. Obama, shpotitës, madje ka një batut kur i thot presidentit Bush që çfarë mund të bëjmë se si ta ndalojmë këtë, por kjo nuk ndalon. Trump këtë radhë është kthyer i përgatitur. Ka 800 emrime politike gati. Herën e parë, vetëm 500 emrime politike kaloi në Senat. Po ndodh diçka, ka dhënë urdhër që 20 zyrtarë të lartë Departamentit Amerikan të Shtetit të japin dorëheqjen. Ndër këta nuk janë thjesht emrimet politike, po edhe disa të karrierës, si Donald Lu, i cili ishte një nga 6 emrimet më të larta. Në fakt, më parë të gjithë që ndronin në postet e tyre, edhe emrimet politike, derisa nominimet e presidentit kalonin në Senat, dhe kjo merrte me muaj të tërë. Nuk do kështu, do të vej acting, njerëz në detyrë nga maga. Çfarë do të ndodh me Donald Lu? Ka 2 opsione, ose do të dalë në pension i madh, ose do të pranojë një detyrë tjetër brenda departamentit, por grada e tij kërkon vetëm ambasador. Është një komision me 5 vetë që caktojnë ambasadorët e karrierës. Trump e ka kaluar numrin e ambasadorëve të politikës. Shqipëria nuk bën pjesë këtu. Ne e dim. Si që kam thënë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka 25.000 deri 27.000 punonjës dhe emrime politike janë vetëm 200. Trump kërkon më shumë. Javën e fundit kur u largua, kaloi një urdhër ekzekutiv, Schedule F1, ku mund të bënte emrime politike më shumë, rastisht në departament, pra të ketë mundësi që të pushoj, të shkarkoj dhe të emëroj. Por kjo mund të shkojë në gjykata, ky urdhër ekzekutiv është firmosur përsëri. Pra nëse në departament ka 200 emrime politike, ai kërkon më shumë emrime politike se kaq, dhe ka drejt. Marrim rastin e Donald Lu, i cili është i shërbimit karrierës. Nuk është emrim politik, por ka një post të lartë politik si asistent sekretari, drejtori i byros të Aziz, dhe nuk është i vetmi. Trump vetë jo, por ata që kanë përpiluar në bazë të projektit 2025 janë treguar të zgjuar, sepse ka shumë emrime në Departament të Shtetit, por dhe në vende të tjera, ai Deep State, janë persona që merren me politikë bërje, me krime politike, është mëdha, pra janë
njerëz politik që ndikojnë kudo në botë dhe duhet të jenë emërime politike. Dhe me F1, Trump synon që të ketë 50.000 emërime politike. Kështu MAGA do të arrit kontrollojë. Ndryshe jo. Me njerë kanë qenë urdhrat ekzekutiv të cilët janë të përkohshëm, përpara se të kthehen në ligje, do të ketë hapje gjyqjesh siç ka qenë në federata e unionëve të administratës, ndaj asaj që zoti Trump kërkon që të gjithë punojnë në zyrë dhe jo nga shtëpia, që ndodhi me Covidin dhe ka drejt, dhe nuk dihet se si do të shkojnë të gjitha. Dihet që shumë gjyqtar federal janë të majt liberal. Ajo që ka krijuar një shije të keqe edhe të vetë republikanët është falja e më shumë se 1500 vetëve të atyre që morën pjesë tek ajo që u quajtur kryengritje për të përmbysur pushtetin në 6 janar. Trump e motivon se ata kanë kryer viteburgu dhe nuk duhet të dënoheshin. Por disa prej tyre kanë kryer akte të dhunshme ndaj oficerëve të policisë, atyre që mbronin, dhe kjo sjell probleme, se nëse pushteti u transferuar paqësisht nga Biden te Trump, pikërisht këta njerëz synuan që kjo të mos ndodhte 4 vite më parë. A e dëmton kjo Trump? Mendoj se po. A i kërkon që ta zhduk nga historia ato që ndodhi në 6 janar. Kjo nuk ndodh. Ishte diçka që goditi imazhin amerikan mbas pretendimeve të vjedhjeve të zgjedhjeve, të cilat nuk u provuan gjykatë. Trump kishte kohë nga zgjedhjet nëntor deri në janar të niste një hetim nga Departamenti i Drejtësisë për të provuar vjedhjen e zgjedhjeve, nuk e bëri. Në fakt, fjalimin e tij u fol në gjuhë politike me urrëtie brutale, ndaj nuk u përmend sistemi i shkatëruar i sigurimeve shëndetësore, sistemi i shkatëruar i strehimit, pra nuk u fol për amerikanin e thjesht. Duket se është në ndikimin e miliarderëve, donatorëve të mëdhenj, dhe kjo gjatë rrugës do ta dëmtojë, sepse ata që votuan ishin klasa e mesme, amerikanët e thjesht, nuk ishin fëmijët e tij të llastuar, të cilët i vendosën në një tribunë si tribunat e Enver Hoxhës dikur, dhe kjo krijon shije të keqe. Pra Trump e shikon partinë si pronë të tij. Fitore ishte e madhe, por janë republikanët, ata që e kontrollojnë këtë parti, partinë e Reaganit, McCainit, dhe Trump duket se do të jetë hakmarrës. Ka hequr portretin e shefit shtabit, i cili në fakt ka qenë i egër, duke cilësuar dhe si fashist, por me protokoll kjo nuk duhet ndodh. Ka hequr rojet e Secret Service për ambasadorin Bolton, i cili me disa vendime gjykatash ka jetën të rrezikuar nga iranianët që kërkojnë ta vrasin. Kështu është Pompeo, kështu janë disa këshilltarë tjerë të sigurisë kombëtare dhe në Amerikë dikush që punon për shtetin amerikan. Dhe kërcënohet jeta, gjatë gjithë jetës mbrohet. Pra Trump i tregohet i vogël. Bolton do më thoshte që ai ishte një fëmijë, 11 vjeçar ose 10 vjeçar. Por fitoria është aq e madhe sa ai ka të drejtë bëj ç'doj. Diçka që vlerësohet është menjëherë dërgimi në shtëpi me pagesë të atyre që punojnë tek zyrat e DEI, Diversity, Equality, Inclusion. Pra diversitet, barazi dhe përfshirje. Këtu të futen transgenderit, LGBT-t, me kota, afrikan-amerikanët, aziatikët, nuk do të ketë më në shtet. Kanë filluar dhe kompanitë më dhe amerikane. Ideja që do të ketë vetëm 2 sekse, mashkull dhe femër, po zbaton ato që thanë fushat, ka drejt tërësisht, por provokon demokratët. Siç do të thoshte Bill O'Reilly, ai vdes që të jetë provokator ndaj demokratëve. Sa më shumë ta urrejnë demokratët, aq më shumë e dashurojnë mbështetësit e magës. Dhe demokratët vdesin për shumë gjini, jo mashkull dhe femër. Ka dhënë urdhër tek Blinkeni që pasaportët diplomatike mashkull dhe femër, të mos ketë pasaport për burrat e gejve ambasador, mbase këtu do të qaj shumë grinell, dhe këtu ka shumë drejt. Është marrë me emigracionin, ka kërcënuar për tarifa në një shkurt, edhe për Europën, edhe për Kinën, edhe për Kanadan. Fjalori i politik për Panaman, Groenlandën, ka drejt. Ka drejt. Natyrisht që kërkon të jetë një president i madh, të shtojë territoret amerikane, dhe bufatoria e
presidentit Banamas, i cili është në Davos, nuk ka vlerë. E mbani mend se si e arrestuan dikur Noriegën e Panamas. Ai kanal është ndërtuar nga amerikanët, nuk ka pse ta kontrollojnë kinesët. Me Groenlandën ka modalitete të ndryshme, por amerikanët e shikojnë si zonë të interesit tyre dhe në një mënyrë apo tjetër do ta marrin. Trumpi ka friksuar të gjithë. Askush nuk e di se si do të sillet. Rubio u aprovua menjëherë. Senatin nuk do të dalë kundër tij. Kongresi jo. Ka gjykatën supreme, që ka 6 konservatorë, por ka shumë armiq tek gjykatat federale, ku janë të majtët liberal. Beteja gongu ka rënë, beteja ka nisur. Trump nuk po flet ende për inflacionin, por për naftën do të fillojnë çmimet e puseve dhe kjo synon të uli çmimet. Për Ukrainën, pa të thënë që ditën e parë do të vihet paqja, nuk është aq e lehtë, por e ka thënë thjesht asnjë ndihmë, asnjë dollar për Zelenskin. Dhe nëse Putin nuk bie dakord për paqen, pra për një marrëveshje, do të ketë tarifa edhe ndaj tij. Pra, Trump po skërmit dhëmbët edhe për Putinin. Dhe prallët se kontrollohet nga Putini, kontrollohet nga mafia e Putinit, nuk ekziston. Sinjale alarmi janë për NATO. Kërkon 5% GDP-s, është e pa realizueshme. Vende vetëm, siç thotë ai afër kufirit me Rusinë, do ta bëjnë, dhe kjo krijon probleme edhe për në Ballkan. Dash Zoti mos ketë shumë pushtet Grinell dhe dhëndri mediokër, i lastuar Kushner. Nuk na dëmtoi 4 vite më parë, besoj se nuk do të na dëmtoj përsëri. Dhe ajo që na bën optimist është që Trump mbështet të djathtën, e shikon veten si kreu pan-perëndimor kundër elitës liberale të majtë. Ndaj ftoi Melonin, presidentin e Argjentinës, dhe disa figura partisht të djathta nga Europa. Me protokoll nuk lejohet asnjë huaj të vinë në inaugurim. Por Trump është Trump. Për sa i përket figurinave nga Ballkani, duhet të saksoj diçka. Tek tribuna e madhe, kush kishte bërë donacione nga $1 milion, ishte aty. Ndaj ishte Zuckerberg, Musk dhe Bezos dhe të tjerë. Sepse funksionon me donation. Janë $200 milion të mbledhura. Për shembull, takimi me reception me cabinet member, me antarët e kabinetit, duhet kishe 6 tickets, po të pagoje $1 milion. Pra, afërsisht për një person $150.000. Kush ja ka bërë këtë favor dikujt që s'ka asnjë pushtet në Shqipëri Bashës? Apo te Ballo e të tjera? Pra ftesa nga djathtët janë me emra dhe dihet kush kishin. Të tjerët përfitojnë nga një kongresmen, nga një senator, mund t'i japë një ticket për të qenë aty poshtë. Në rrugë, po këtë ratë nuk patëm në rrugë. Trumpi tha që ishte nga problemi të ftohtit, nuk qenë nga siguria, unë dyshoj që ka qenë nga siguria, nuk besonte tek FBI dhe Secret Service. Një frymë e re po vjen. Një sherif i ri është në town. Trump do të mbështes djathtën konservatore në Europë, pse jo në Ballkan, pse jo në Shqipëri. Do të ishte zhgënjim i madh mos ndodhte kjo. Por ai është i qartë. Një erë e re pozitive është për amerikanët. Muaji i mjaltit me amerikanët mbase nuk zgjat shumë. Aktualisht 60% e tyre e mbështesin. Kanë optimizëm, presin shumë. Por ai do ta kuptoj që fitoria më shumë ishte një shuplak e egër nga një figure mediokre si Kamala Harris, se sa për të. Megjithatë, fitoria është shumë e madhe, duhet të administrojë mirë. Unë kam besim.